Zotë Aslan, sot do të bëjmë një analizë për sa përket situatës politike që jemi edhe në prag fushate, drejtësia e re Spaku që ka marrë disa lëvizje shumë të rëndësishme që njerëzit deri diku edhe janë gëzuar, janë kënaqur dhe një pjesë e politikanëve ka hyrë ajo frika dhe duket sikur po lëviz diçka në Shqipëri. Si e sheh këtë situatën që nga le të themi arrestimi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe ish presidentit Ilir Meta që sot janë në qelinë e burgut? Qose do më lejoni, unë do nis nga Sali Berisha, i pari, se ne të përndekut politik, ati në dhem. Ki Berisha, Ki Berisha në dhem. Ju vje keq për Berishën, do më thëmë? Keq, neve nuk në vje për Sali Berisha. Por, ne Sali Berishën e kemi 25 vjetë në pushtet. Me votat e të përndekut politik. Sali Berisha ne në ka mashtru, ne në ka njeru, në ka përbuzur, atë dërshpërblimi nuk në jipte, absolutisht asë i gjo që në takote në brenda regullet parlamentit që të saktuar. Ja. Unë ditë them me të kaqë. Sali Berisha ka qenë mashtrus dhe me të mashtrus. Unë kam përbur për Sali Berishën. Sa vite? 2013, qofse ju kujtohet. Për Sali Berishën apo nga Sali Berisha? Për Sali Berishën, po. Keni bërë burg për Sali Berishën? Po, 2013 që ka qenë greva uris e të përndekut politik. Sali Berisha ne na dogji në 2013. U dogj burri huj, pa shpi, pa para, pa katani, pa gjë dhe Sali Berisha nuk e buri ujin zjarë. Bashkë me Josefina Topallin, unë i kam buj emre se Pantere Zez. Pantere Zez, po, është rikthyer prap fuqishëm Josefina, pati si kur pati një shkëputje, por rikthyer prap. Për mu mbetet Pantere Zez. Ky mbetet një Pinochet i vogël. Sali Berisha. Sali Berisha. Është Pinochet. Unë e kam pa dhe këto ditë që e më të kandidimin në përrethe. Po. Ignoranca dhe budadeku i Sali Berishës dhe korupcioni i Sali Berishës është pa fund. Është vetëm Berisha kështu apo janë edhe këta tjerë? Jo, do ta them. Nëse më lejoni unë do hyn tema edhe tek Sali Berisha edhe ke këtu. Unë jam prekëti për këtë punë. Tash duke marrë nga Durrësi. Cili kandidatur ka fut në Durrës këy për deputet? E dini kush? Po atë them. Është Igli Cara. Ai që ishte edhe herën tjetër. Që ka qenë deputet, ka qenë edhe kryetari i degës Durrësit. Igli Cara, një interesagji, njëri mashtrus, njëri moral që ka lënë shtatzane një farë Adriana Agim Hyska. Këto i ka me dokumenta. Me këto lloj tipash, që ka zgjedhur Sali Berisha për marrë pushtetin, ai ka humbur dhe datumi. Unë në Durrës jam adap. Unë në Durrës i kam luftu, i kam thonë që s'fitoni edhe si kam lënë të fitojnë. Si ke lënë ti? Unë si kam lënë, personalisht. E din mirë ato. Ja kam dhënë votën Van Gjushdakos. I kam dhënë 650 vota Van Gjushdakos, në Durrës. Më mirë Dako thoni ju? Më mirë Dako. Po Dako është në burg. Është në burg, unë them kur ka qenë Dako në pushtet. Po nuk ishte në burg. Nuk ishte në burg, ishte i përsum. A që është një kontributor, le të themi, për një person që është i inkriminuar ose që është që vepron në mënyrë të padrejtë dhe kundër interesit të publikut, siç është rasti Vënjus Dakosh që sot është me gjykat, do gjykuar që është për burg. Ktu është e drejtë. Neve kemi pa një interes ke Vënjus Dako. Po ashtu siç shohin edhe njerëzit e Igli Cara, le të themi. Ai në moment që unë i kam dhënë 650 vota, ai ka punësu disa veta në bashki, mini bashki. Kudo. I ka dhënë strehim të përndekut politik. Që ka dhënë ky Sali Berisha të përndekut politik? Hajde më thuj, cilin nga të përndeku ka marrë në kabinetin e vetë Sali Berisha? Çfarë ndihmë ka dhënë për të përndekur Sali Berisha? Më thuaj një. Tashi, ai ka propozuar në parlament, është turbja dhe faqe zezë Sali Berishës.
ka propozuar në parlament që Besim Drejgjani Pa. të bëhet avokat populli. Kush është Besim Drejgjani, zotëri? A e dini? Ju nuk e dini. Jo, se di. Ta hapen Nuk e di, dosje. a ekziston akoma posti avokatit popullit apo jo? A kemi avokat popullin e sot? Unë nuk dëgjoj, s'kam pa As s'kam pa, një jo. avokat që të japin një konferencë, apo të interesohet për Ose to pa. njerëz që janë në nevojë, Pa. apo të tjerë me radhë. Kush është Besim Drejgjani? Ka qenë sekretari një në Kodën Berit. Është me Deftesa Paco që i ka dhënë Kurt Kola. Ku ka qenë Kurt Kola? Kryetari i institutit. Pa. I ka dhënë gjitha ato deftesat falso. Tashi, pse Besim Drejgjani, kush është Besim Drejgjani? Apo kush është? Një status nuk është, gjë nuk është, Pa, nuk ka, po. Nuk ka. Zotëri, ne kemi nga fëmijët tanë që kanë marrë me 9.5 mesatare. Janë të aptë për të gjithë llojet e punësimit. Po. Po, pse këta zgjedhin këta njerëzit që ndoshta nuk kanë as mesatare, nuk kanë edhe Pikërisht. nuk kanë edhe përvojat. Unë i kam bërë thirrje. Më ladhe një telefon e i SPAO, Po. e të më SPAO. Po? Më qoj një mesazh, Haslan, mbledhim vota, bëjmë vota. Po. Unë i dash telefon, tha mu, Haslan, edhe ma mbyllë telefonin. Pap, pse? Unë ma mbyllë telefonin se unë i njeroj. Pa. Kam gojë të flas me këto të prandjokul politik. Po, ke fuqi, ke pushtet. Por kam rastit të pushtet. mia arrestimit e Erion Veliaj, si e Tash ke parë, si nuk jemi takuar më. Po, për sa i përket arrestimit të zotit Velia, nuk është diçka e çuditshme. Pse çuditen gjithë ta? Pse interesohet kryeministri për atë fëmijën e Erion Velisë? Që i thot nuk ka kush e çon në shkollë, apo në kopësht. More kryeministër, more hajvan. Jo, se kujdes, është Jo, jo. ministri i Shqipërisë, jo. Është duhet të farë unë për të punë. Po, jo, po. Unë ka bërë burë për këto palaqët. Të e more hajvan. Po kur ti... Na fal. Jo. Jo, nuk po... Absolutisht nuk e këj falja. Hajvan ke qenë. Hajvan metësh. Po, ti kur ke arrestuar njerëzit të pafajshëm, A kemi nu për fëmijët atyre? për një gardh, për një qati, për një lidhje korrenti. Pse s'ke menu ti për këto fëmijët se kush i man, kush i trajton dhe kush i çon në shkollë apo në kopësht. Po qa halën e Erion Velis që u gjetë miliona euro Për brek. për brek. Ka bloku ky sheshin drejt? Jo, sa të marroj kë. Minutazh, ka minutazh. Hajde pak mundi edhe Pse qa ka? Jo, duan që të flasin edhe kemi disa njerëz që po pret. Edhe 2 minuta. Të flasim pra, si 2 minuta. Bani gjysore. Bëj gjysore. Flasim 2 minuta. Po ja, Në parlament. mbaroj. 5 minuta ka në parlament. A ka mundësi? E mos e lejë njerëzit me fol, me shka me fenduat. Dhe nuk ka... Është mendim i lirë, për gjithë secili si Unë kam e ka. mendimin tim edhe Nuk kemi pse të ti imponohemi dhe ne. Ti fol qatë dush. Me shka, jo, me shka Dhe ne Ti fol qatë dush. Po, vazhdojmë edhe 2 minuta. Fol qatë dush zotri, thashe një herë. Ti Tu nuk ka imponim si mos më kur s'më kanë aluar në Berhoxha, do me lështi mu. Me rëhoja, se nuk i ke afrua si kilometër, se e t'ki prejnë qafë. Hec me zotri se s'di gjoti, po hec. Po shaj thash njerëz, zati, po. Po s'di gjoti se ti ke hangër. Hajde pak nuk Halla tesim. qike. Zotri, Po halla qike, thash, bës. shif hallin datë. Vazhdojmë, ishim ke Do me prit. për atë keqardhin që ka Edi Rama për Tash djalin e keqardhja e Dirames. Po. Kur pse s'erdhi ty keq me ato fëmijë që ti i le rrugëve. Pse kanë bëj gardh, pse kanë bëj qati, pse kanë bëj shtu, edhe ti ke fut burg baballarët atyre. Pse s'ka ardhur keq? Mirë, e kuptoj këtë pjesë, por realisht Erion Velia është i fajshëm apo jo? Se Erion këtu Velia tani është- përplasja është është orientuar, direkt por orienton Erion ka një Velia- përplasje personale midis Solzdados, Erion Velia prokurorit këtij popullit i ka borxh. i ka borxh. Aq para, aq pallate, aq vila që ka ngjetë Erion Velia me paratë e këtij Po popullit. ka ndalur dhe Ai mbjelljen e duhet- pemëve, nuk po vazhdojnë ato mbjelljen e Ai thot pemëve. 1 milion e ca pem, nuk Po, e di ku 2 janë ato 1 milion, milion. 2 2 milion. Ku janë ato 2 milion? Shohim, ku janë? Unë nuk shoh 2 milion.
A do dënohet mendoni? A mendoni se do Për mu dënohet? duhet Sa vite mund dënohet. dënohet? Për mu duhet dënohet. Sa Për mu vite duhet do dënohet. Asa e ta shovi të arsyeshme gjykata. Po. Në qoftë se prokurori man një qëndrim nga frika, nga presioni e Edi Ramës Po. apo dikujt tjetër, këta pasaj ndryshojnë punët. Do thotë që ky shtet nuk është më për këtë punë. Po, deri Edi Rama ka qenë që vlerësonte SPAK-un dhe Po. thoshte që është institucion i Tashi, pavarur. thot- Sot tani është kthyer. Po të Jo, veshin Altin Dumanit, SPAK-ut. Altin Domani dhe ka qenë krahun e Edi Ramës. Po. Pse deshte Edi Rama. Tashi që ka fillu arrestimet në mas, që i ka më i keqi, më i poshtë edhe më i pambrojtur në shteti. Po. Unë mendoj që këta duhen të futen gjithë në burg Po. të Kush e ka kontrollojnë. rradhën tani? Se janë fut Ilir Meta, president. Për mu të shirradën duhet ta ketë Edi Rama. Edi Rama. Prandaj bën edhe Edi Rama kështu se Duhet ta ketë Edi Rama, se këto pallate që shefti këtu, e shefti, po si edhe ka me pallatën, si pallati është zhvillim. lodhëm. Ta pallate që janë këtu. Do me ne kësolla ka, po po pallate, me ne kësolla me Tu lopën. palati no, είναι kompania, Me lop. kompania. Këto pallate tu Kompania. bën me tatimet e popullit. Ku kanë shku të leket? Po. Do me ne kësolla. Pse s'bën këto pallatet në Zvicër, në Gjermani apo diku tjetër? Pse s'janë bërë to? Se këto flasin. Unë për mu, Rama duhet të arrestohet bas veriu. Unë këtë menim. Po Berisha tani duke parë që rion vinin në klasën brenda. Edi Rama thonë ju e ka rrallën, tani Berisha duket që është më favoriti për të rikthyer në Jo, shtep. Berisha për pak kohë do kthehet edhe ky kundra çdo gjë. Do kthehet edhe në burg? Burg nuk e fosi do të ka Prej moshës. nga mosha. Po. Por për me lënë të lirshëm është vështirë. Πιο mirë. Po si përshë situatën për ta përmbledh tani, për ta mbyll? Unë se doa në shoft Politike. shumë ndërlikuar, edhe këto që jam mbledh Superfuqia në botë. rreth PD-s, këta të rreth PD-s e mbledhur të hajnë një kock, të pinë një kock, Po të gjithë apo visojnë. diçka. Gjithë i so janë. Gjithë i so janë. Tu nuk ka asi politikan. Të hikin gjithë to, të vi Breziri, ta marrë Breziri, Gjithë ato partitë gjithë të batanit e vjetra. Ta Që batanitë marrë... vjetra këto? Po, të janë vjetra, mo. Sali Berisha dash qanë to... Adriatik Lapaj, Endre Shabani. Endre Lapa, ke marrë një kush është... Të gjithë janë të interesit, të gjithë janë të përlyrë. Për mua, Po t'ja lejmë po Edi Ramës thoni. për mua këto duhet largohen urgentisht. Ta marrë Breziri, fusi dorë, edhe të ngrej këtë shtetë. Të shtet. T'japi prakraje të rive, të kenë një punë, të ketë një vend, ku të shkoj, e qatë bëj. Më thuj të rritë që i kanë tu, po rrinë kafe. A kanë punë të rritë? Them për rritë për shkolluar, i nuk them unë që për rritë që nuk kanë shkollë. Se dhe këto që shkojnë punojnë ndërtim shkajtit. Edhe për këto më vjen keq, mu. Be mjull tash se do në më folë. E mbylla. Edhe për këto që më vjen keq, se këto e kam thirrur të zotëri, s'ka thirrë. E kam thirrur thash. Jo, se marr. E kam thirrur thash. Ja gjithë ditën. E kam thirrur thash. Rri, ja se mbaru. Nuk edhe këto që për ndërtim. Këto pronarë nuk u japin leket furmujit. Me qa majnë të kalamajtë? Qa u shenë nga familja? Të thotë që s'ka ligjë, nuk ka norma. Unë këto kam. Zotë Eslan, unë të falenderoj shumë. Edhe unë të falemderit. Ne të takohemi Gjithçka. sërish.